Prandaj e vëllezër dhe motra, edhe kur neve falemi dhe nuk zëm pamjen e askujt, nuk shqetësojmë askënd, i drejtojmë vetëm Zotin ton, ata kanë problem, kanë urrëtie. Dhe kështu pra mizat elektronike me faqe falso, me emra të rrem, gjoja analist, gjoja gazetar, shprehin shqetësimin e tyre, prandaj institucionet e shtetit ta marrin përsipër këtë gjë. Është detyra e tyre, jo jona ta denoncojmë. Sa mirë që jep një lajme, sa herë që një musliman apo një grua me shami ndodh një fenomen, hidhen i gjithë sulm. Mos hajni të rinin nëpër xhamia vetëm për spionur shtremër, spiononi çik drejt. Sepse ky nuk është çështje individësh, por të shash një bashkësi të tërë, si mbeti Osmanie, si arab, si dolën terroristat, na pushtuan sheshin, kur dorin LGBT-ja që me flamurin e vetë mbulojnë Skënderbeun këtu përpara ke gjoksi, hikën, humbën ta nacionalistat. Nuk flisnin me, u iku zeri, i zuri gripi, ishin smur me atak panik në zemër. Por sa herë që dalën Islam dhe muslimanët, ata hidhen në sulm mizat elektronike. Allahu Gjelle Gjelalu na ka vënë disa rregulla në Kur'anin Kerim, o vëllezër, që neve mos të bijem viktime këtyre njerëzve. Fjala e urtë e popullit thotë qendlet lejnë karvanit eci përpara. Prandaj ju kam thënë mos u kompleksoni nga sharjet, nga fyrjet, nga shpifjet, nga talljet, nga nënçmimet. Këte neve jemi autokton në vendin tonë. Si musliman jemi autokton në vendin tonë, dhe përpjekja për ta bërë rrymën kombëtare, sikur vetët krishterët këtu qekan ata autokton në vendin e tyre, nuk ka asnjë fakt historik. E megjithatë, kjo shumicë e nderuar, e cila punon me djersën e saj, shikohet si e persekutuar në vendin tonë, dhe të gjithë hidhen sulm, madje bëri përshtypje që edhe te kafshët, shoqatët e kafshëve u kisha ardhur keq se ne banim kurban. Allahu Akbar. O ju vëllezër dhe motra, këto nuk janë gjëra të reja për neve. Por thjesht më vjen keq se si këta mjeshtra që kanë kohë që përpiqen të bëjnë një përçarje shoqërore, kombëtare, sociale, me nivele, të nxisin urrëtie publike, pra nuk shikohen dot komentet, nuk del dot një hoxh që një hall një problem, se vetëm sharje dhe shpyfje, del noja, ndreku, preku, teku, thanasi nga jugu, dhe kur i kontrollon hyn detaj se kush janë të gjithë njerëz jashtë vendit, ose janë anonime, ose janë të rrehme, ose janë hapur para 2-3 ditësh. Prandaj, pse kjo urrëtie ndaj nesh? Neve që duan apo Zoti apo duan i bën kombin këtyre. Kombin ton shqiptar. U a bën hoxhallarët, u a bën fetvat e tyre, u a bën njerëzit e ditur të fesë islame, jo 5%, jo 60%, por 99% ishin muslimanë ata që e formuan kombin e shtetit shqiptar. Edhe vjen një pakic mizës elektronike dhe i thot shumicës, ikni në Arabi, ikni në Turqi, pse iket këtu, pse iket atje. Jo mërë, ne jemi në vendin ton këtu. Nuk na e dhuruat tokën ju. Është toka e gjyshërve, 4 gjyshve, stër gjyshve tanë këtu. Pavarësisht se çfarë feje kanë pasur dhe çfarë besimi kanë përkatur, neve kjo nuk na intereson. Kombi është i gjithëve, kurse fen njerëzit e kanë individuale, e zgjedhin vetë, pra në bazë të kërkimit vërtetës.